Niveli i ujit në fshatrat e njësisë administrative të Shënkodë në Lezhë ka besuar ulje pas mbytyjes argjinatore së dëmtuar në lagunën e Vajinit, por situata mbetet ende vështirë, rrugët vijojnë të ende pakalueshme dhe banorët përballen me mungesë ushqimi për blegtorin, ndërsa dëmet në ekonomi familjare dhe bujqësi janë të konsiderueshme. Po këtu ka qenë shumë problem, me dalë këtë raport se që s'm diçë. Për ujit ka qenë shumë, si ka filluar rani çik. Më mirë më duket se. Vështirë, po atë shumë vështirë se na hini ke ksolla, gjë se ke derrat e ke pulat e ke këto nashtë. Po ka pas pula për shumë këto në. Po pulat e ke vetë. Mos tani e kushtet se si kush me të pa këto po. Smeret kush me qatë punë të umyte në uje së myte. Kjo të qitë rëziku, po s'kena ku me shku, por pishmene mu me du, ishton se ku kena me shku qenë. Vetëm shton do të rejmë, inshallah nuk po vjen ma ujë, po erë ma unë shton në gjenë. Nuk është sët, pa tash 20 vite se kam raunë shton jam përmit për herë. Vështire kam shesate, po përse si vargë, do më thënë, shesi lëp në pështoft, e blej vargë në kaloj rëbë me kaloj. S'ka shej bakush kur vjerë ujë më këtë fazë, po do të meni para prit. Ushqimi i blegtorisë bitë marrëj. Pulat janë gati degradimit, 70 copa i kam pas. Derrat janë vas 5 derra atë si zadarka. S'kam ku i shoj unë, ku të shoj? Lop gjithë natën ujë. Ka të shoj, kam i shoj. Por bazë ushqimore, boll kena nevojë, po janë vesh fjalë me kalu kohën. Në vesh kalu me shizme i ka kalu shtesh. Ram 4 hek pak, kurse se ka pa qenë shtu, ka pa dalë më gjede këtë. Niveli ma për te si hi ujë mrena, ka në gënë. Shëpe që ka përmjet, që ka bon vesh nuk bishish me thënë munin të unë. Gjem gjes, e më raba më këtu, ka me levizë. Që ke makinën që ka me dalë. Niveli ujët mbi 70 cm është. Më rrugë, kurse 1,30 që qënë në barë. Nevoja e më është me hekujën për rrugët, që janë nevoja e me. Kanë marruën e blegtoria, nuk më interesin blegtoria, me në lejë rrugën me dalë me hikë për këtën. Qarja argjinaturës së lagunës së Vajinit dhe rrjedhja e ujit në kolektorin kryesor sohen për mbytjen e Barbulloj, Ril, Spiten dhe zonat e tjera përreth. Nga Bashkia Lezhë bëhet e ditur se shtabet e emergjencave në njësitë Shënkollë, Kolshë dhe Zemen janë në terren për verifikimin e dëmeve dhe për shpërndarjen e pakave ushqimore për familjet në nevojë.